Në kuadër të emisionit Diaspora në televizionin News, vjen rrëfimi jetësor i Fatmir Ibrahimit me origjinë nga fshati Opaj, komuna e Likovës, i cili prej 48 vitesh jeton dhe vepron në Zvicër. Unë vim prej Kumanovës, fshatit Opaj. Prej orëve ne kam prej Maqedonie, si shqiptari Maqedonias. Kam shumë vite këtu që jam, do më thonë afër 50 viteve, 48 vite kështu fix. Edhe kemi arë kontor të kraj, qish me thonë. Fillimisht na trego pak e mbon me në atë kohën ku ke arë për herë parë të Zvicër, konkretisht në qytetin e Zhenevës. Po, në atë kohë, kur kam ardhur unë, nuk kanë si sot që janë Zheneva ose Zvicra, akon shumë pa ndërtu akonën si ketë shtetet tjera, po akon, do më thonë, na kemi arë individ, kemi bon kontrata individore, edhe kemi punu, unë thjeshta, po kemi banu në për baraka, s'kemi pas banesa, s'kemi pasën. Po për me hinë punë, majs pari banesën gazda u dishke me gjetën, ose pranari, që shqytujmë na, por me të pranu në punë, ose me të abon një kontrat kune. Por në atë kohë kemi banu në për baraka. Po puna kon shumë e fështirë, sa që kitë me gjikës kemi punu. Do më thonë, puna të rana shenë, kon ma të ranët, i kemi pas na. Për shembull, nëse e kanë qitë një plosh ndërtimit, në atë kohë kanë bajt edhe beton me shpinë, me koshe, qish me thonë, për petë kanë bajtën, kanë shpras betonin, barlogjen e kanë zhip prap me shkallëve të poshtë. Do më thonë, shumë pak ka pas teknikë, edhe shumë pak kemi pas drejta. Që tash i kanë marrë drejtët shumë, që tash kanë përparu rinia jonë, fëmija, a në atë kohë imi konë vetëm, pa fëmijë, pa kurzon, vetëm kontor të kraj. Edhe mirë, Zvicra në ka dhënë punë, kemi punu, kemi bon një jetë normale imi munu, po këtë në shpi e kemi qu budgetin që kemi mujtë me da dishka veç. A të duhet e dita po, se i kendi vetën? Ka qenë e vështirë me depërtu të e këso? Pa e vështira konë shumë, në tesh që s'kemi dit as me blim me hangër buk, se gjumë e rujë. A konë shumë e vështirë. Kemi pasën vështirë sa s'banë. Po, e kemi përbalu, kemi kalu ketë këto vështërsina, sot mirë jemi, po për në atë kohë, a konë imi konë me rrogat dopta, imi konën nuk edhe kemi konë me rrogat dopta botë. Ta më thonë, nuk kemi pas drejta me pas të banes të onën, ose në mantan. Gazda e ka pasën, pronari e ka pasën, me letra të rimi morë vesh, me tren kemi udhëtu, telefona, në kabin telefoni që këshme në poshtë, se për ndrishtë telefona s'kemi pas në për banesa s'kemi pas. Dikur kur i morëm banesat, ma vonë, mas disa viteve, atër u deshke me marë telefon banesës, u deshke me pagujt 500 franga, unë e kam pagujt 500 franga në atë kohë, edhe kam marë telefonin, e kam shtin, me kanë shlu në banes telefonin, në atë kohë. Do me thonë, po foli 40 vitet e mas. Në atë kohën, fillimi kur kemi ardhën. Sa ka qenë periuda e parë, kur ke ardhën dhe kur s'ke mujtë me shku në shpi, sa kohë tu ka dashtë në një këtër, asaj me vazhdu? Në atë kohën e mi konën, do me thonë, fillimi kur ka ardhë, ketë kjo nësia konën, 4 vite kanë shku, se 7 kanë barë, për me bom ashtu, të para me hecë Zvicra, të letën, të thënjishën, edhe mo për 30 vetë ka shku në përparim ndërtimi gjitha, me muzika, me ketë, kanë bon si bomba atomike, kanë pësit në të naon, janë rritën gjitha, edhe që tash edhe na
kemi shumë drejta po kemi shumë shqiptar të pamor pasinsh të Kosovës, të Maqedonisë, që tash po duhet mi dal, po të Medvegjës, se kujt di se shka, ato përpara imi kanë një, se Jugoslavina thershin në atë kohë. Jugo. Bilëm kur I thëshmi na që shqiptarët, ose demonstratët kur ishin Kosova Republike, kur e kërkojshmi 81-shën, e tek nena, aty na I thëshmi shqiptar, albane, frëngjisht, se ke libane, ti në mësh në vesh kuqish. Albane, frëngjisht I thëshmi. Jo libane, jo mra. Po edhe në atë kohë, gabimat janë bon shumë, se shti shiri, kur ta kthesh, e thojnë politikantët I kanë fare të atket. Po në atë kohë na, për vishmi me lip Republikë Kosovën, përgjithësi mi konë bashkë, Maqedonisë, Medvegjës, këtë shqiptarë ka janë, dojnë deshin me flamur komunistit, me flamur Jugoslavijës, një parti dilke veç me Shqipërijës, që ashtu më bilëm një gazetare njerë për më vetha, po Mis Ibrahim e tha, a dini tha, ju shka po lipni, tha, se sa e bini një peticion, hala tha komunista ju po lipni, kur Evropa tha, edhe e ka vorros komunizm, harron e tha, po lipni shka po doni. Tana ju pa ta kalzu shokve që, mara që në puna thojnë ato mbledhe, kur fibojnë, se ne I kemi trollau, to shkojnë lipin që shton, do që shton, ato ta mirë në veshin në veti, shka po doni mes fari. Historia e tij është një pasqyrë e qartë e rrugtimit të shumë argjimtarëve shqiptar, të cilët u detyruan të largohen nga vendlindja në kërkim të një jete më të mirë. Ja bolla kon e vështirë, vallai, mërzia, ketët, se si ngurbet, po edhe shumë kemi hekën në uthime, po për banesa, për punë, nuk dishmi gjuhën snjefshmi, kërkan snjefshmi, qështu heka boll, po falë Zotit I përballum gjitha, I ka përcim këto ketë, edhe që thash rinia jonë, si me thonën, dita generatë dhe para, kanë mërin shumë, mirë, kemi mërin shumë, me dhe vërtet kemi hekë shumë, po e kalum. Ma sa kohë tani të e more familjen edhe prunën në Gjenevë? Mas një 10 viteve I kam morën. Tashën me sa kam edhe informata dhe fëmijët janë shkollum këtu edhe kanë rrish. Po, këtu janë konë shkollë, këtu kanë lindën, edhe kanë kri shkollën e këtuet, edhe kanë mëri një gjallë kam me firmë, një qetër punon kështu me pronor, qetërin e kam ka kri shkollën punon në fabrikë të toreve, në Filip Patek, thirën. Përgjithësi shqiptarët kemi mëri shumë, sidomos rinia na kanë mëri, janë na për shumë venit mira, na për kyqe të punëve të moja janë në mjekësi, kemi në politikë, kemi në parlamente, kemi në polici, kanë mëri mirë, rinia gjemt në kanë mëri mirë. Edhe është për të bërë krenar, se si shqiptarë tonë... Po, normal. Dhe Petmir na tregos se si e kalon një ditë ti këtu në Zvicër dhe si e kalon një ditë atje në Paj. Shire, këtu në Zvicër unë e kaloj me punë shumë mirë shkon në Zvicër. Po, ti si penzionist? Si penzi pak ma vështirë po më vjen. Se ma mirë të nagje e kaloj, se si ditin shtet, mu I me thonën e kam Zvicrën, se te përgjimësës jetës këtu e kalova. Edhe fëmija ma mërmenja që mëse janë të lindën këtu, vendlinje mujnë me kujtë këta. Për me kalu jetën që thash si penzioner, ma vështirë pe kam se ashtë puna që këtu këtë shokët e mi, kanë dalë penzi, do përgjinën këtu, do të smut, do që ashtu. Adi, s'ka me kanë me nejtë një shumë këtu. Edhe me sa e kuptova shumë shpesh shko në Paj. Sa të merë malli për Opajen?
por ajo një dajmë, normal që i vendlinja është, ajo, jo që i sot normali, po kur s'heket pikrije, ajo, këto dyjet që janë zhveni huj, na, s'mujmë me dash të ashtë në huj ma shumë se një vetë-vetën, ajo veç nëse du me rrejt, mi thonë që unë jam Zvicrani, po du ma shumë, jo, ajo në palavra, ajo, jo, se jeta është, jeta, por si penzionera është shumë e mirë të na. Vetëm të na sha mungon, mjekësia, respekti pak, do më thonë mjekësi të na hala, korupcioni e egziston, ku e di se shka, së mos jep shpare nuk të këshirë. Qashtu po thojnë, se mu së më kara rasti, unë këtu jam këshirën, po jam konë vizit, është të merësh. Veç me hi para spitalit të merë. Pastërtia është katastrofë. Kur po shkon në poj, sa për rren atje? Po, Mas shumë te? rri të erin 6-7 muj, rri. Se unë një mej, kam nipët këtu. Ani, kam qef mi po nipët. Amo, me thonë që unë së më po rri në vend tem, adje, se be pëdipa, jo. Unë rri më mirë në vend tem, se këtu nipët, jam të rritë, babën e kanë, nonën e kanë, s'ka gjuna di shka. E nipat, a kanë qef ose fëmijët, a dojnë me shku? Pa, ato, këtë të vogli janë nipët. Po që fëmijët e tu, djemët e tu? Po mbojnë u gjumë, ato bojnë u gjumë të babushi, thuj, të babushi me shku ati, që edhe këtu në banesë, bojnë u gjumë mas mu, se kitë në për banesa janë. Po e kam fjallën për në paj, për vendlindje, na? Në paj, kanë qef, se janë shumë më të lira, di lomë, se këtu në gjdo të thuj se si qenti kimi të ljëth. Fëmijën nuk e lomë me morë frim hiq, moma se prek, moma se banë, moma se nona për shemull e këshiri, nona fëmijas, i thot ngrejt a njirin, bane që tha, vesh i këpust. O mëra i e non vesh atje, se a i sa të trujt ti, të ata e rritë. A më shumë i bon, që nuk ka dalë kjo. Po, atje ka ma shumë liri. Liri ka ma shumë, nuk ka problem. Kje ka gjansi, no barat, ka kulun, ka ma knoqët, ma asi. Ibrahimi kujton vitet e para të largimit si ndër më të vështira të shoqëruara me sfida të shumta, punë të rënda dhe përpjekje të vazhdueshme për t'u integruar në një vend të huaj. Megjithatë, me përkushtim dhe punë të palodhur, ai arriti të ndërtoj një jetë të qëndrueshme në Zvicër, duke mos e harruar asnjëherë vendlindjen e tij opajen. Këto ndërtesës janë konë në hiqë. Që ato ndërtesës që gjithë që shifnin 3 kache, që ato kemi mujtë, këtë terin 3 katë kemi mujtë me maru. Që atë vitë që ka marrëdhone, që ati ku banoj, shti i bojnë 50 vete me një banë ndërtesët, 3 që janë rrenë, ka 3 katë, ato që atë vitë janë kry. I kemi kry, edhe unë jam që 25 vete ati. Të me thonë, këtë arrit, Henes Gjeneva për mas arrit që to 30 vite. Të me thonë, ndërtimet, rrugët, janë shtu gjitha, apo në atë kohë s'ka pas kur gjënë, të shumë dë njërë. Stacioni treni të akonë, sukur, sot ku sheman men, ose që shanë stacioni i Firizajt, stacioni treni. Njëjtë akonë i stacioni treni të Gjenevës, për Gjenevë po foli. Ose në Kumalov, stacionin e treni që shanë, ama a ka pas ndërtim, s'ka pas kur gjonë. Sot me shku në stacion në trenit në Gjenevë me hi, kje në podruma dëqona, kje magazina, kje shkamos, në atë kohë s'ka pas kur gjonë. A e ka bo drejtën se ka pasë shumë punëtorë shqiptarë to? A ka pasë shumë? Jo, nuk ka pasën, nuk kemi pasë shqiptarë shumë. Por në Gjenevë, 50 e mi konë, nëse mi konë kohën teme kur ka marrë. Dhe më hëmë, po foli 40 të masë. Në atë kohë, pak i mi konë. Kejti mi konën Gilan, Vitin, Kumanov, një 50 vetë për Shqipkon. Që thash, në tanë në ondë, kemi specë, zdi që shme të tregu. Ketë janë. Po, mirë, që thash, shumë, thash, për mi 40.000 i di une që kanë marrë në shtetësia Zvicrane. Edhe që thash, shumë më mirë jemi se kemi shumë drejta, në atë kohë s'kemi pas drejta, kur një drejtë se kam pasë. Do me thonë veç me punu, edhe se zdo njeri mi konë. Po, 9 muj kemi punu edhe kemi këthi, në mars në qeshin kontratët, u këtheshmi me punu.
kush ishte me kontrata. Punojshin edhe në zezë, në atë kohë i thëshin zezë, do me thonë pa dokumente. Po i paguishin që shmujshin që ashtu, po pi hiqës na ma mirë pak se hiq. Gjatë këtyre dekadave i kontriboi jo vetëm për familjen e tij, por edhe për ruajtjen e lidhjeve me atë dheun, duke mbajtur gjallë traditat dhe kulturën shqiptare. Unë kam punu shumë pak në ndërtimtari, të na kam ikë, kam shku në po restorante, kam punu se u deshke vetë me maru, vetë me pek, vetë me hek, mu teshet me peglat, me i la, do me thonë dilën shtunën e kishme me la tesha, dilën e kishme me peglat teshet, mi pregadit për nesër me shku në punë, edhe hajën që ndreshmi, hajtë misonte edhe për nesër në gamela i theshmi, e mushmi gamelat edhe mishme me veti në shantje këtu i thujmë, ose në ndërtimtari, në drek, i nëzeshmi, a gje i hashmi, do me thonë, nëse ki pas e me ikin pasull ki pasën. Sot për dark edhe nesër në drek e ki pasën. Të na i mikon ka një 7-8 vetë në përba nesa. Edhe kalabalëk i malë, do me thonë, në veç këpucët, kundrat, këpucët e punëve dhe sherit, kishe gjimë sobet musht me këpucë. Akon fështirë, shumë akon fështirë. Dhe pak mirë, në trego pak për opajën. Po, opaja mirë, në paj, në atë kohë, imi morë me bushësi. Kimi punu tokë, kimi mel dohan, kimi pasën, do me thonë, të bushësijës totali kimi pasën, me kalamoqe, me grune, me speca, me patligjona, me repa, ose panxar shiqeri që i thojnë. Gjitha, kultivimin e kimi pasë të bushësijës. Kush akon më punë shtetit akonën, kush sakonën me bushësi. Po një jetë kemi pas të mesme, nështë, po tona gurbeti pak e boni i një mund pak ma shumë familjes, se na dullëm për në gurbet, këto shka dullëm gjemë në gurbet, se e krishën ushtrijën dhishme në gurbet, si me thonë kurbanët e shpije su banëm, normal se në familje o dhishke, e shti po thojnë gurbet, shti nuk ka gurbet, shti gjallë jem nuk e di shka gurbeti. Ose nja që ven, martohet këto, a i gurbet sa, a i po ven me banes, me grue, me familje, me ketë, nuk ka si une, kur kam marrën që s'kam ditë ku thash një buk me ble. Sot si pensionist, a i sjell një reflektim të thellë mbi jetën në Mërgjem, me sakrificës, krenarisë dhe mallit së pashuar për fshatin Opaj. Atje në Opaj, tokën ketë ajo komuna Lipkovës, jo veç komuna Lipkovës, gjithë komunët, hemen të bujësin e kanë lënë shumë pak e punojnë, shumë pak, ati mu në vend ketë që se punojnë ati. I viziton të ato ara, ato fusha, për çdo vetë shkoj, për çdo vetë ketë i heci, ketë qosh nuk lënë pa heci, molin, ketë, fshatnat, i heci ketë, nuk ka problem. Tash është më ndryshë. Ama që tash mirë, kanë mritër dikon, mirash, po nuk, shti luksi janë të lipë, shumë po dojnë me mri, për shemull, qaj shka pak i ma i dopt, po do me mri, ku e di unë e presidentin e Amerikës a gje. Pa a i duhet më koni knasht me bëllë që nuk për i bajmë teshet e shkoqta, bëllë që nuk për i bajmë galja, a kimi me hongër, a mundal me derin pranë verë, në atë kohë na i mikon që theshme, a i ki bon dronët po, a i ki bon bukën po, i likmila, do me thonë, po dhishën pranë verë. Sot nuk folet aja fjallë, sot është gjithat mirët i kimi, gjithat mirët. Ajo kohë, inshallah, kur s'këthen. Rrëfimi i tij mbetet një dëshmi e gjallë e forcës së njeriut për të përballuar sfidat e kohës dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, pa harruar kurrënjët e tij.